Fjolla Morina zgjohet gjithmonë herët, para se drita e parë e diellit të prek xhamat e mëdhenj të shtëpisë së Big Brother Kosova. Është një moment që ajo e vlerëson, qetësia e mëngjesit, heshtja që i jep hapësirë mendimeve dhe ritmit të saj të brendshëm. Zgjimi i saj nuk është vetëm një rutinë, është një ritual i vogël i një gruaje me klasë, e cila edhe në kaosin e një loje televizive di të ruaj elegancën dhe identitetin. Ajo ngrihet ngadalë, me lëvizje të sigurta, sikur çdo hap t'i ketë menduar me stil. Trupi i saj i tonifikuar tregon disiplinën dhe përkushtimin e viteve, por ajo kur nuk mburret, bukuria e saj është e qetë, natyrale dhe mbi të gjitha, plot vetbesim. Fjolla gjithmonë ka ditur që forca e një gruaje nuk është vetëm në pamje, por në mënyrën si ajo ecën, si flet, si zgjedh t'i përballojë sfidat, ndërsa shkon drejt banjës. Fytyra e saj ka atë shkëlqimin e femrave që din të jenë të forta e të buta në të njëjtën kohë. Ajo e nis ditën me kujdes, duke u përgatitur si artiste që përgatitet për skenë, pa nxitim, pa stres, me një lloj elegance që i vjen natyrshëm. Në Big Brother Kosova, Fjolla nuk është vetëm një figurë publike, ajo është inspirim për shumë. Një grua që di të sillet me kulturë edhe në situata të vështira. Banorët e tjerë e shohin si një kombinim unik të finesës dhe energjisë pozitive. Ajo ka atë aftësi të rrallë të tërheqë pranë saj, qoftë me një buzëqeshje të lehtë apo me një fjalë të mençur në momentin e duhur, në kuzhinë, ndërsa të tjerët fillojnë të dalin ngadalë nga dhomat. Fjolla përshëndet me atë tonin e saj të ngrohtë, që krijon atmosferë të mirë. Ajo është lozonjare kur duhet, e qetë kur situata nxehet dhe gjithmonë, në çdo moment, ruan klasë. Banorët shpesh thonë se prania e saj e bën shtëpinë më të lehtë, më pozitive, më të bukur. Kur fillojnë diskutimet e ditës, ajo zhytet me maturi, dëgjon, analizon dhe përgjigjet pa humbur elegancën. Edhe kur dikush e provokon, Fjolla di ta ruajë qetësinë, është tipari i një grua